Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke u shoqëruar me këshilla kuranore në raport me edukimin që duhet t'ja afrojmë fëmijëve tanë, pasardhësve tanë. Praktikisht, Allahu xhelle xhelaluhu, siç kemi promovuar në ligjëratat e kaluar, ka sjell një model të veçantë në Kur'an, një urtak, një pedagog, e që fjalët e tij Zoti ka lënë të lexohen deri në kiamet. Është fjala pra për Lukmanin, e urt ose urtakun, i cili e ka këshillu birin e tij dhe ne po përfitojmë sigurisht nga këto këshilla. I kemi quajtur pra metodologji kuranore në edukimin e fëmijëve dhe gjithsesi që janë frymëzim pra për ne këto fjalë. Ky është mësimi i 6, pra jemi mundu nga fjalët që Allahu i ka përmendur në këtë kapitull të nxjerrim në mësime, dhe mësimi i 6 flet për kodin moral. Praktikisht sjelljen konkrete që duhet ta kemi në raport me të tjerët. Qasjen që duhet ta ketë njeriu në raport me të tjerët, por kjo qasje mësohet nga fëmijëria. Pra, edukata të ndershëm vëllezër mësohet nga fëmijëria, nga mosha e hershme. Prandaj dhe jo rastësisht është përshkruar kjo qasje bab e bir, i moshëritur dhe një voglosh një fëmijë. Kjo punë ka mujt me u përshkruar tek dy vëllezër, ka mujt Allahu me sjell një shembull tek dy vëllezër, Musau dhe Haruni alayhis salam, me sjell qasjen ndaj njëri tjetrit. Se Allahu përmend edhe një histori ose disa histori në Kur'an të këtyre dy vëllezërve, sjell histori të vëllezërve, po jo për këtë çështje. Pra i bie se sjellja, ahlaku, kultura, edukata, më së miri merret nga vegjëlia. Për çfarë? Sepse edukata të ndershëm vëllezër është gdhendje. Sikur që ai moratori e gdhend gurin, me vendos në vendin e duhur, i duhet kohë. Qështu është edhe çështja me edukatën. Edukata don gdhendje. E është shumë vështirë me e gdhend një 20 vjeçar, një 30 vjeçar, një 40 vjeçar, por mos me zgjatun e shumë secili e kthen fëmijën e vet. Ai që se ka marrë për dorë fëmijën me kohë me orë në xhami, kur i ka bë 30 dhe 40 mos e ndëgjon. Ka të vështirë, i thëtë babë të shkon në xhami, unë e di çka bëj. Sta merr fjalën, të përbuz, ose ty njëran, unë jam me shkollë, ti e pa shkollë, e çështje të tilla. Ndërsa nëse fëmiu është marrë me kohë sjell në xhami, ai pastaj nuk i nevojë me i fol, sepse ai është gdhend. Pra vëllezër, kjo është shumë e rëndësishme kjo çështje. Sidoqoftë, kemi të bëjmë me citatën 18 dhe 19 në kapitullin Lukman, e që vazhdon këshilla e Lukmanit për birin e tij. Citati fillon kështu: "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas." Pra Allahu nuk e ka përmend këtë citat në hyrje, ja bunej, o biri im, sikur që jemi mësuar disa herë gjatë citateve, o biri im, vepro kështu dhe kështu. Kësaj radhe vazhdon në mënyrë të drejtë për drejtë. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Kur të folsh me njerëz, mos e lako qafën. I bjen trupin drejt e qafën kahta, se kjo është përbuzje. Llogaritin vëllezër, çfarë qasje sjell Kurani, që domethënë njeriu duhet me respektu, mos me përbuz edhe domethënë edhe qasjen kur ta kish fizike ndaj tyre. Që thot populli tëna mos e këshir shtremt.
Kështu i bjen parafërsisht, po du me përkthy, mi a dhënë komentin kësaj pjese, mos i këshyr njerëzit shtremt. Qysh i bjen shtremt, kur trupin e ki tjera ka, edhe i këshyr paranë njerëz, se kjo sill problem. Dhe më thonë, njerëz kur t'i këshyr, për atë arsye para pëlqehet, kur të kthehemi ka njerëz mu kthy me trup komplet. Jo veç me qafë. Se që kjo fjala, që është përmend këtu, wala tusa'ir, kjo është smundje. Smundje e kanë përmend tefsirologët, është smundje e deveve, që i kap në qafë. Devet, pasukur që lëpt, delet, kafshët tjera kanë smundje. Një prej smundjeve të deves është edhe me qitemën. Pra, se kur Allah ka dasht me cej këtu, që kish kujdes me njerëzit, mos i injoron njerëzit, mos u paraqit me paraqitje negative ndaj njerëzve, por dhe respektoj njerëzit edhe në pamje, edhe në qasje fizike ndaj tyre. Pra, mos u kthe vetëm me ftyrë nga njerëzit, nga mendjemasia. E këtu gjithsesi vëllezër po du me nxjerr, ndoshta edhe në mësim që na duhet në qasjen tonë, ju e dini une jo vetëm në xhami, po ka do që të shkojmë i përcjellim këto këshilla, ata që jenë eduku në për oda, e din që ka rregulla, qysh do të me nejt para të moshuarve, qysh fëmiu rrin para gjyshit edhe prindit, qysh rrin para musafirit, e prej nejes është mos mishtri kam para musafirit. Është edukate keqe, po i ka shtri kam para musafirit. Ju pësa është gjyna i madhë, së është edukat. E unë e përdu me ja përcjellë edhe në xhami. Nuk është edukat me shtri kam në xhami. Mos të prej këta skush, ata që janë të moshun, kanë arsye se janë me shkurt me mosh. Xhamia nuk ka me shtri kam vllazni. Është edukat, jo e mirë, me shtri kam para hoxhës, para kibles, para... Jo pse ti të bona gjyna të madhë, së është edukat. Pra, du të me pas kujdes, për që ta pëmësojmë këto sene? Kemi nevoj mu eduku në xhami, du të me nejt me edeb, në xhami du të me nejt i heshtur. Kemi folë shumë herë, ju e dini, po prapë kom me folë. Xhamia nuk është foltore, vëllezër, xhamia nuk është treg, xhamia nuk është pazar, xhamia është shtëpi e Zotit, si të hish e keni vërejt. Kërkun as në shtëpi tonë, as në treg, as në dyqan, s'ka nevoj me përzidhë cilën kam po hinë e po del. Apo, në xhami, është sela po sunet me hi me kam djatë, me dal me kam të majtë. Hesht, vjen, falesh, ulesh, ndëgjën, përmend Allahun, edhe ka dalsh, kokullur, qetë, pse njerëz janë të lutu u falë. Pra që kjo është edukata që na vëllezër duhet me marrë në xhami. Askun nëse keni gjetë ju dikun e keni lexu dikun, ose keni ndëgju në i hoqë të thone që nuk ekziston, që si t'jabë me selam ditën e gjuma, që tash njësë një bëni muhabet, kërkun s'ka kështë. S'ka. As ka argument, as ka hoqë që thëtë kështu. Selami që jabëmi kur t'i falëmi farzën e gjumas, është e këna kry farzën. Kush dënë e përmen Allahun, kush dënë delë se ka punë, kush dënë qohet falë sunet, tjeti që ndu të bën dua, tjeti bën dhikër Allahun, a mo jo m'ja njësë muhabetit. Kë o këshillun kam qef, këtu me konë qitë xhami me konë model, po i thëmë nështë ata që frekuentojnë të na, po thëmë që nga fillimi e din që shumë këm folë prap flasë. Na do të me konë model vëllezër, model në xhami, model kur dalmi për xhamisë. Pra nga që ke pjesë për dojmë minëzirë që të vlera. Kemi ardhë mu falë, pa e pengu dikën tjetër, pa e nëzonë rrugën dikuj, pa e lanë veturën dikun vish të lanë. Shpesherja njerës i lanë veturët para shpia, edhe i ka urgjencë do me dalë, ka ardhë personi u falë këtu e ka pengu tjetërin. Ose ka raste ku, dikush ardhë me vënes, ka ardhë i fundit ose i para fundit, e ka bloku tërsisht rrugën. Këta 1500 gjemat që janë arë para ti, du të me prit tash agën deri sa del aga për xhamisë. Nuk është në rregull kjo. Nuk është në rregull dhe nuk është edukate jona kjo. Se na kështu pastaj japmi imazh të keq fëqijut, kojshijut ku banoj me ta. Të njëjtin gabim e bojnë ana para shtëpisë, ja e lam njerit para shtëpisë kerrin.
E të ngjashme mësime që mujna me nxjerr. Pastaj vazhdon këshilla e Lukmanit për birin e tij në edukat. Wala tamshi fil ardi maraha. Mos ec mbi tokë mburravec, koklar, mendje madh. Llogaritni vëllezër sa të nevojshme kanë qenë gjithsesi për të kaluarën, po për neve këto edhe më janë të nevojshme këto këshilla. Kur japi birit ton, kur të ecësh mbi tokë, ec kok ulur, i qetë, jo dhe më thonë me ecë me kry lartësi, ose do thot mburavec. Allahu e cek pastaj në fund se a e miraton këta, po nuk e miraton. Thot Allahu xhelle xhelalu, inna Allahi la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahu nuk i don ata të cilët lavdërohen dhe janë mburaveca, ecin me mendje madhësi. Pra këtu përmenden të ndershëm vëllezër, në këtë citat dy ndalesa, ose thonë më mirë, dy edukate që duhet t'i marrim. Kujdesi jon pra, fillimisht në qasjen ndaj njerëzve, mos me injoru njerëzit. Njerëzit mund të jenë të komunitetit ton, familjar ton, shoqëria jona, ose mund të jetë të një feje tjetër, të një komuniteti tjetër, vlen ky rregull për gjithë. Kur të bisedojmë me njerëz, pra nuk i poshtrojmë, nuk i nënçmojmë, nuk i përçmojmë, por ja japim shikimin e duhur. Kjo vlen pra për gjithë kategoritë e njerëzve. Sepse është një ajet tjetër ku Allah thot wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Njerëzve mos ja hupni vlerat. Dhe dini që ku ka ardhur në Kur'an njerëzit, hyn musliman edhe jo musliman, hyn gjithë. Pra i bie që edukata jon me njerëzit duhet të jetë korrekte, me krejt njerëzit, sepse ne edhe madje po thirremi të jemi model. Pra, qoftë në familjen cilësinë e gjyshit, gjyshi është model në shtëpi. Fëmia dhe nipat edhe mbesat, gjyshin e kanë shkurt, ata e përcjellin, është model. Prindi, baba është model, nëna është modele, gjyshi është modele. Ne si namazfalës, në vendin e punës, jemi model për tjertë. Tjertë na këshyrin, na çka po bojmë këtë rast ju. Apo del para kohës prej punës, apo keq përdor punën, apo keq përdor mjetet e punës, apo keq përdor ligjet, rregullat, marrëveshjet që i ke bërë me menaxherin e kështu me radhë. Pastaj vazhdon këshilla e Lukmanit, citatin e 19, waqsud fi mashyik. Ec thjesht në tokë, thjesht, qetë, pa kërname, kështu po e përshkruaj, pa kërname në tokë, ec thjesht edhe qetë. Waghdud min sautik, ule tonin ton. Kur të bisedosh me njerëz, ule zërin, ule tonin. Pse? In ankara al-aswati ila sautil hamir. Zëri më i padëshirueshëm është zëri i gomarit. Kështu Allahu po e cek pastaj, do thot në kompromis me ngritjen e tonit. Këto ishin disa prej vërejtjeve, po njëkohësisht edhe edukata që jep pra Lukmanit birit e tij dhe ne po mundohemi që të nxjerrmi disa mësime nga këto këshilla. Në radhë të parë, pra këto sjellje nuk i don Allahu xhelle xhelalu. Me i përbuz njerëzit, me i këshyr shtremt njerëzit, ose me ecë me mendje madhësi, ose me shpreh mendje madhësi dhe arrogancë, ngritjen e tonit e të ngjashme, pra nuk i don Allahu xhelle xhelalu. Në anën tjetër, këtë çështje me njerëzit i mundon njerëzit. Domethënë njerëzit irritohen prej një çështje të tillë. Pra nuk mundesh mi bë për veti njerëzit kështu, kur i shikon shtremt, pra me gjys koke, me kokë kthyer, ose kur ecë me, do thot me mburje, me mendje madhësi, me ngritjet e tonit, nuk mundesh me afru njerëzit. Njerëzit qëndrojnë larg e të ngjashme. Pra të ndershëm vëllezër, çësia ndaj njerëzve mbetet një edukat e veçantë që e ka trajtu Kurani dhe ka ngrit Kurani si shqetësim, por njëkohësisht edhe si edukat e kërkuar e jone që duhet të plotësohemi në vazhdimsi. Andaj, nga tërësia e citateve dietarët e cekin që këto citate drejt përse drejti e sulmojnë mendje madhësinë.
drejt përse drejti pra e sulmojnë mendjemasin, se të shikuarit e njerëzve, shkurt, si që thash, me gjys koke, ose të ngjashme, është pra paraqitje e mendjemasis e qibrit, dhe kibrin mendjemasin nuk e dën Allahu xhelle xhelaluhu, prandaj edhe kemi argumente të shumta që flasin për kibrin, ndërto është hadithi i njohur i pejgamberit alayhis salam, e që du ta kemi edhe si referencë ku thot pejgamberi alayhis salam, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. Nuk do të hynë në xhennet ai që ka mendjemasi sa grimca, sa do pak. Kur e ka thonë që të fjalë pejgamberi alayhis salam, kanë reaguar sahabët. I ka thonë, ja Rasulullah, o i dërguari i Allah, dikush prej neve ka qef, mi pas këpucët e mira, mi pas teshat e mira, të bukura. A është kjo mendjemasi? Ka thonë, inna Allahe gjemilun juhibul gjemal. Allah është i bukur, e dën të bukurën. Mendjemasi është refuzimi të vërtetës edhe përbuzja për çmimi i njerëzve. Që kjo është hadithi i plot. Pra vërtet, ndoshta kësaj radhe veç që të hadith me komentu mjafton, sepse është shkollë. Pra nuk ka me hinë xhenet ai që ka mendje madhësi sa do pak. Dietarët e Ehlu Sunetit, kur flasin për këtë hadith, fjala është nuk ka me hi prej të parëve në xhenet. Pra, privohet me qenë prej të parëve në xhenet. Madje, mendje madhësi është prej gjunohat të mëdhaja. Nëse Allahu nuk ja fal, dënohet me zjarr. Dhe kej ka shqetësu sahabët të vëllezër shokët e pejgamberit, kur kanë pas një shqetësim kanë reaguar. Pse kanë dashur mos çarru? Ka thonë ja Rasulullah, natyra e njerëzve, natyrshmëria e njerëzve është që dikush ka qef mu vesh mirë. A është problem kjo punë? Jo. Pra të ndershëm vëllezër, pra sot është ditë e xhumon dhe kam pjesë hyjtëve këtë teme, që edhe vetë pejgamberi alayhis salam kur ju ka dhuru një gjybe, një tesh e bukur, e ka pranu dhe e ka bajt ata. E ka madje, e ka specifiku, e ka ru për ditë të veçanta. Ditë gjuma, ditë bajrami, pritje delegacionëve, e kështu me radhë. Dhe kështu kanë vazhdu, dhe më thonë, gjeneratat edhe sahabët, ata që kanë shkurt po shpërina marakli, se ka do që janë marak në veshje, dhe ka do që nuk janë marak në veshje. Pra, kjo nuk prek kur gjë mendjemadhësin, nëse është në pyetje për mbushja e personalitetit të tij. Nuk vishet mirë për shkak mendjemadhësisë, po është qef. Po kjo është pjesë e Islamit. Pra, garderoba e mirë, pastërtia, parfymosja e të ngjashme janë plotësim i besimtarit. E kam thënë ashtu më shumë se një herë, atë shumë ka përdor parfym pejgamberi alayhis salam, erdhë bukur, po flasim para 15 shekujve, ku njerëzit s'kan pas me mush barkun buk. Pra, po flasim kohën e krizave, parfymi i ka dhënë prioritet. Sa që është përmend njerëz i kanë nejt afër me ëndje. Kështu është përcjell prej shumë sahabëve e prej tabiinëve. Për shembull prej Omer bin Abdulazizit, Allahu mëshiroft, domethënë prej kalifatit 4 siç njihet, prej kalifatit 5 siç njihet, ose prej njëri prej tabiinëve të njohur, thonë atë shumë e ka përdor parfymin sa që kur i ka quar rrobat me i pastru, kanë pas qef dikush me i quar me i pastru me të njëjtin ujë që me marr aromën e parfymit. E të ngjashme. Pra besimtari është prej suneteve, pra është sevap që me përdor parfymin. Pejgamberi alayhis salam madje ka përdor vaj për mjekër edhe për flok. Ka përdor vaj, domethënë vajrat të kohës që kanë qenë sigur sot që mund të përdoren. E të ngjashme. Pra, teshat e mira, këpucët e mira, eleganca është pjesë e fesë. Nuk ka të bëjë kjo absolutisht, po dikush nuk e ka qef, ajo mbetet çështje personale e tij. Kryesorja, pra në fund hadithit ka ardhur e ka sqaruar çka është mendjemasi. Mendjemasi është me refuzu hakun, të vërtetën. Dikush ta tërheq vërejtjen, ti për shkak të moshës që e ki i thu, ti pun kallëzomu çka është fe, çka s'o fe. Çika nuk ka rregull. Ose edhe mu si hoxh, me ardh dikush më dhon komplimente, po që është i thirrun, edhe më nej tërheq vërejtjen ose më na dhon sugjerim, ne e pranojmë.
sepse haku e vërteta du të mu pranu prej atij që është i ri edhe prej atij që është më i vjetër. Po ç'ke është mendjemasi? Kur e refuzon të vërtetën, kur dikush do me të përmisu, ti i thunë që 20 vjet, 30 falna, ose agjeroj, ose bëj këto, po më tregon çka më bën. Nuk bën kështu. Edhe dyta, mendjemasi është përçmimi i njerëzve, me i përçmu njerëzit në basa, në soaza, do thotë racore, gjinore, poste e të ngjashme. Pastaj të ndershëm vëllezër, këtu nga mësimit që i nxjerrmi nga kjo është, do thotë ecja me mendjemasi mbi sipërfaqe të tokës. Por është pjesë e mendjemasisë që nga këtu fillon edhe çësia që edukati një pra Lukmani birit të tij. Inna Allahe la yuhibbu kulle mukhtalin fakhur. Allahu nuk e don atë që është mburrëvec, mendje madh, që i lavdërohet. Ka këtu mësime të shumta që nxirren të ndershëm vëllezër, pra mësimi i përgjithshëm nga ky mesazh është që të ecim qet, let, pa i pengu të tjerë, po njëkohësisht pa mendjemadhësi dhe në kuadër të kësaj të bahemi sikur nuk po kalon askush. Jo kalimin ton m'ia dhon vëmendjen secilit. Ose të ruhen veprat. Domethënë të mos reklamohen veprat, mos reklamohemi as ne fizikisht, pas veprat tona sepse Allahu këto nuk i don. Po mundohna me përmbyll domethënë këto citate për shkak kohës së ngushtë. Gjithsesi që ka ardhur në për citate tjera të shumta në mesin e citateve është edhe ky, ku Allahu thot: "Wala tamshi fil ardi maraha." Mos ec në sipërfaqet e tokës me mburrje. Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula, sepse ti nuk mundesh me e ça tokën e as nuk mundesh me mrri lartësinë e maleve. Kështu Allahu ka thënë si citat në Kur'an, e që citati është i përgjithshëm, është këshille përgjithshme që duhet jemi të kujdesshëm. Pra, nga kjo po ashtu nxjerrim që besimtari duhet të jetë modest. Modestien e don Allahu xhel xelaluhu, modestia nuk është vëllezër çu që mendojnë njerëz. Modestia është çu që kanë përshkruar dietarët. Dietarët madje thonë, sidomos te gardaroba po flas, nuk është modesti ti me rënë sy në mesin e shoqërisë me një gardarob këtë ndryshe. Me një thjeshtësi që krejtëve ju bjen sy. Dietarët tani këto nuk e shtinte modestia, e shtinte syefaqësia. Prandaj edhe gardaroba duhet të jetë standarde e kohës, standarde e vendit. Pra, edhe kjo ka të bëjë me çështje të modestisë. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'a." Ai që është modest për Allahun, Allahu do ta ngrit. Allahu e ngrit atë që është modest në jetën e tij, në ecjen e tij, në punët e tija, në tërsinë e tij, në fjalët e tij kështu me radhë, Allahu xhel xelaluhu e ngrit atë tek ai. Po ashtu thot pejgamberi sa në hadith që duhet ta ceki, inna Allaha awha ilayya an tawada'u. Allahu ka shpall mu shpallje që të bëheni modest. Wala yafkhar ahadun ala ahad, wala yabghi ahadun ala ahad. Mos të krenohet dikush para tjetrit, mos të lavdërohet dhe mos të bën padrejtësi njëri tjetrit. Pra Allahu ka zbrit shpallje lidhur me këtë çështje. Dhe të fundit që e cek Allahu xhel xelalu nga këshillat e Lukmanit që e birit e tij, wa ghudud min sautik, ule tonin tënd, ule zërin tënd, pra gjatë komunikimit me të tjerët. Pra ngritja e tonit është e padëshirueshme te Allahu, madje Allahu e ka krahasuar me tonin e gomarit. Prandaj tefsirologët, dietarët e komentimit Kuranit kanë thënë se Allahu xhel xelaluhu e ka pru si shembull tonin e gomarit për shkak se kur pall gomari themi, është e preferuar me thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim, kur pall gomari. Pra sepse do thotë ka një argument sepse e sheh djallin, po dietarët islam kanë thonë, një njeri që e ngrit tonin gjatë bisedës, pra e shqetëson pjesën tjetër, për atë arsye pra preferohet kërkohet që të bisedohet me ton të ulur, po flasim në rrjedha të natyrshme të jetës. Këto ishin disa prej këshillave që i ka sjell Allahu xhel xelaluhu për në kapitullin Lukman. Gjithsesi që inshallah do të vazhdojmë në ligjëratën e ardhme, ti sqarojmë disa edukata
që duhet t'i kenë në raport të drejt për drejt prindi me fëmijën dhe edukata që i përkasin prindit me qëllim që ne ta e këshillojmë vetveten dhe ta edukojmë para se ti edukojmë fëmijët tanë. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na mbrojë prej gjërave që nuk i don Allahu xhelle xhelaluhu, të na furnizoj me edukat, me sjellje të mirë, që në radhë të parë është Allahu i kënaqur dhe pastaj jemi model për të tjerët. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Elhamdulillah rabbil alamin.